Përshëndetje dhe dashur miq, jam Zana. Gjatë pushimeve 5 ditore të festës së 1 majit të këtij viti, tregu turistik i Kinës po njeh një rritje të madhe. Kërkesa për udhëtime jashtë Kinës ka vazhduar të shtohet. Turizmi gjatë pushimeve të 1 majit të këtij viti pritet të arrijë niveli më të lartë të 3 viteve të fundit. Sistemi i biletave hekurudhore por një moment u bllokuar për shkak të rritjes së kërkesës për bileta. Biletat për shumë destinacione kryesore u shiten brenda sekondash. Të dhënat e rezervimit të biletave të avioneve tregojnë se qytetet dhe destinacionet prekëtetare veriore janë për zgjedhjes kryesore. Përveç kësaj, rezervimet në destinacionet e reja turistike popullore, si Baishan në Jilin dhe Wanning në Hainan, janë rritur ndjeshëm, duke treguar që tregu i turizmit në nivel kombëtar vazhdon të nxehet. Tregu i udhëtimeve jashtë Kinës, si në Japoni dhe në Azinë Juglindore, është po ashtu dinamik. Ndërsa rezervimet për në vendet evropiane, si Gjermania dhe Spanja, janë rritur disa herë. Në të njëjtën kohë, turizmi i të huajve në Kinë ka ruajtur rritje e fortë. Në 3 mujori e parë, numri i turistëve të huaj në qytetet si Pekini dhe Shanghai u rritë me më shumë se 60%, dhe ka krahasim me vitin paralelës. Gjysma e të cilëve falë politikës së heqjes së vizave. Politika e përshtatshme e rikëthimit të taksave për blerjet ka rritur gjithashtu më tej forcën tërheqëse të turizmit në Kinë. Lullëzimi i tregut të turizmit gjatë pushimeve të 1 majit të këtij viti dëshmon gjallërisht prirje e re të zhvillimit ekonomik cilësor në Kinë. Turizmi i brendshëm dhe turizmi jashtë vendit po nxehen, duke demonstruar përgjegjësi unike të një tregu super të madh. Mirësimi i vazhdueshëm i cilësisë së konsumit pohon forcën e brendshme shtytëse që thjell rritje e të atullave të banorëve. Shfaqja e formateve dhe modeleve të reja të turizmit dëshmon gjallërinë e zhvillimit të orientuar nga inovacioni. Ky boom i konsumit jo vetëm që i jep një hovë fortë rimëkëmbjes ekonomike, por gjithashtu na lejon të shohim elasticitetin dhe potencialin e ekonomisë kineze. Nëse do të kishit 5 ditë pushime, si do t'i kalonit? Më na tregoni planet tuaja të pushimeve dhe komentet.